Si kime njoft atë ziliqarin, në moment suksesit tënd, në moment të arritjes tënde, në moment që ti të avancohësh një hap, të posedosh më të mirën se ai ka me fillu më përbaltu, ka me fillu me fol mbrapa shpinës tënde, ka me fillu në mungesën tënde me folën tek njerëzit për ty, për fjalët e tua, për veprimet e tua, kështu që në moment që ta ndëgjosh se ka fillu vetëm kjo tek njerëzit duke u përhapën, për këtë arsye sa ma larg atyve njerëzve që janë ziliqar. Për këtë thot profeti Muhammed a.s. El mar'u ala dini khalili. Njeriu është në fejnë e shokut të vet. Çfarë shokut marrësh, qashtu e ki edhe fejën ti. Fel yudrik ahadukum man yukhalil. Dhe çdo njani prej juve leta ketë në konsiderat se kënd po e merë për shok dhe me kënd po shoqërohet. Kjo është çështje shumë madhore, sado që mundet të jetë delikate, sidomos për kohën e sotit që po jetojmë edhe po veprojmë.